Mbi 29.000 kanadez nënshkruajnë peticionin kërkojnë dëbimin e ambasadorit amerikan Pete Hoekstra. Mbi 29.000 kanadez kanë nënshkruar një peticion online që kërkon shpalljen persona non grata dhe dëbimin nga Kanada të ambasadorit amerikan në Ottawa Pete Hoekstra. Peticioni i cili pritet paraqitet në dhomën e komunave gjatë vjeshtës i kërkohet qeverisë kanadeze të kërkojë largimin e tij si ambasador i Shtetit Bashkuara. Nisëmëtarët akuzojnë diplomatin amerikan për deklarata që sipas tyre dëmtojnë marrëdhëniet diplomatike mes dy vendeve si dhe për ndërhyrjet përsëritura në diskursin politik kanadez në kundërshtim me protokollin diplomatik. Peticionet i kërkohet gjithashtu qeverisë liberale të urdhërojë një komision parlamentar që të shërtojë ndërhyrjen diplomatike amerikane në çështjet e brendshme të Kanadas. Një nga deklaratat që ka shkaktuar reagime lidhet me komentet e Hoekstras për mundësinë e aneksimit Kanadas nga SBA. Në qershor ai tha se kjo do të ishte një temë interesante diskutimi mes kryeministit kanadez Mark Carney dhe presidentit amerikan Donald Trump. Ambasada amerikane në Ottawa ka konfirmuar se është në dieni të peticionit, por nuk ka komentuar përmbajtjen e tij dhe po çfarë do thotë një persona non grata? Shfallja e personi non grata është një instrument i parashikuar nga Konventa e Vjenës për marrëdhënie diplomatike përmes së cilit një shtet mund të kërkojë largimin e një diplomati të huaj nga territori i tij.